I dëgjua të bukurat që thanë paqe në botë, pa çka se u paragjykuan si kukulla që s'din të bëjnë diçka më tej. Në këtë botë që po shëmbet nga britmat, shkatrimet dhe nga inati që po rritet si bari i egër, ne vim për të folur për paqen. Jo për atë paqe që përmendet në fund të çdo fjalimi. Jo atë që thjesht shkruhet në pankarta dhe pastaj harrohet, por për një paqe që jeton në zemër, në shpirt, në gjakun e një prindi që mbron fëmijën, po edhe në përpjekjet e personave me aftësi të kufizuar për gjetur vendin e tij në botë, përpos vështirësive para gjykimit. Paqja nuk është heshtje. Paqja është atëherë ku dy zhurma të ndryshëm nuk përplasen me njëra tjetrën, por ndërthuren. Është atëherë kur këmbana e kishës dhe e xhani i xhamis dëgjohen në një lagje, në një rrugicë, kur dy fqinj flasin dy dialekte të ndryshme ose ndoshta edhe gjuhë të ndryshme me njëri tjetrin. Kur ngjyra e lëkurës ose pamja fizike është një individualitet njerëzor dhe nuk është arsye për të përbuzur apo për të promovuar. Sot, kur muret ngrihen më shpejt se urat, kur syt shmangen, kur krimi në botë ngre krye dhe vuajtja është thjesht një statistik, le të jemi ne, burra apo gra, të rinj apo të moshuar që flasim, jo me zemërim, por me forcën e ndjeshmërisë. Paqja nis nga shtëpitë tona, nga tryezat tona. Paqja është ajo që ne zgjedhim për të komunikuar me njëri tjetrin. Paqja nuk është dobësi, është guxim. Paqja është lufta më e vështirë, por më e drejta. Është shpresa që nuk shuhet asnjëherë. Paqja është një fije dritë që s'mund ta ndalë asnjë errësirë. Do të falenderoj shumë vajzat që më bashkuan. Francesca Rustem, Miss Universe Albania 2024, personat me nevoja të veçanta, Suela Lala, faleminderit nga komuniteti rom dhe egjiptian Ina Majkom, dhe aty ku edhe mbrojtja e Dheut edhe arti bashkohen bashkë, flautiste në orkestrën e forcave të armatosura, Zyle Rexha. Faleminderit shumë vajzat të gjithave.